ke bërë unë follow një person vetëm pse nuk të ka dalë në date. Okej. Ke hapur ndonjë profil fals në rrjetet sociale për me stalk dikë? Kështu? Jo. Okej, tha unë e cila një pite me ferosia, që ferosia më erdhën shpe. Okej, i kam bërë like gabimisht dikujt në një foto shumë të vjetër të postuar para 2 vite duke i parë fotot. Që mu më ka ndohë. Ama tash... Ke imi a këshur dikujt fotot, Po? edhe gabimisht se nalësh në e i foto me Në një personi... S'prish punë, edhe follow. Po. Qa vjeni natës, zakonisht të like atë shkojnë kanë 2-3 natës. Atën se i jetë të analizu foto. Okej. Këtë e skanu. I kam shkruar ndonjë kolegut për bashkëpunim, por nuk më ka përgjigjur. Kush është ai? Mund të flasësh. Okej. Thash mos po të kujtohet na emër. Kam provuar të çaj para pasqyrës për të parë se si dukem kur jam i trishtuar ose i lumtur. Ja. Okej. Kam bërë sikurse nuk njihja në një person të famshëm, do të thotë një VIP, për vetëm në arsye që mos dukem shumë i ulur para tij. Jo, por... Domethënë me qëllim. E kam ditë, shembull, është diku shumë i njohur, nuk i kam folë se njoh. Po, s'ke pas kontakt. Se nuk e kam atë, kush është që këtë bëj foto. Po, kështu për shembull mu boje unë në tavolinë edhe me thonë ju s'pas na pa, realisht e din kush është, po me thonë nuk... Nëse kam pak kontakt, e përshëndes normal, kështu që se kam bo. Se ke bo. Okej, se ndodhë shu kur ullësh në tavolinë, ato. Më varet. Pas një, pas taj mas 15 minutave dalin. O, ati e! Okej, kam përdorur furqën e dhëmbëve të dikuj tjetër. Po. Kur të nga shku në pushin. Okej. Kur të nga dalë. Kam pirë atë shumë sa që nuk e mbaj mend çfarë kam bërë. Asë njerë se kam bo qëto. Okej. Se të proj unë. Kam gënyer për të dalë nga një situatë e caktuar. Okej. Më kanë tradhtuar. Më kanë tradhtuar, është pyetja edhe për shoqëni edhe për dashuri që të ka tradhtuar. Jo, s'm kanë tradhtuar. Okej, po t'ja ke tradhtuar. Okej. Në rregull dhe pyetja e fundit është. Realisht të pyetja është pak po më pentroj, pak më ndryshe po e bëj. Kam pas një date ose një takim të nxehtë me një fytyrë publike.